Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore sjell në vëmendje sarajet e Myfit të Beut në Libohov, ku nëpërmjet një projekti po ndërhyjet në çatinë e objektit me qëllim mbrojtjen dhe parandalimin e degradimit në këtë pasuri kulturore. Në sajt të këtyre ndërhyrjeve duket se kjo ndërtesë i kthehet qytetit të Libohovës si një atraksion i shtuar turistik. Për momentin janë duke u restauruar, është restauruar çatia. Po presim që të restaurohen dhe ambientet e brendshme, mendojmë dhe shpresojmë që këto saraje t'i kthejmë në një muze të vizitueshëm për vizitorët vendas dhe të huaj, por është një risi për qytetin e Libohovës, pasi ato kanë një pozicion të aksesueshëm dhe janë në qendër të qytetit. Sarajet e Myfit Bej Libohovës, të cilat ndodhen në qendër të qytetit dhe janë shpallur monument kulture i kategorisë së dytë, janë ndërtuar në vitet 30 të shekullit të kaluar dhe kanë vlera të çmuara jo vetëm për Libohovën dhe libohovitët, por për gjithë vendin tonë si një vlerë kombëtare. Në këtë banesë ose në këto saraje ka jetuar një familje pinjolle që i ka dhënë nder, edhe ka dhënë kontributin e tij jo vetëm për Shqipërinë, po që i bën nder dhe Libohovës. Ajo mbart një gamë të gjerë të historisë, të kulturës, të trashëgimisë Libohovës, duke filluar që nga ndërtesa që kanë patur vetë familja Libohova. Brenda saj ka jetuar, siç thash, një familje e njohur shqiptare. Dihen historiku i Mufit Bej Libohovës, dihet historiku i Olga Libohovës, çfarë ajo ka bërë për Libohovën, por dihet edhe vlerat që ka patur kjo godinë, sepse kjo ka patur një bibliotekë shumë të pasur. Jashtëzakonisht të pasur, e cila fatkeqësisht është djegur, por në këtë godinë, pas viteve, pra flasë pas 44-s, ajo ka patur shumë funksione. Ajo ka qenë në funksion ka qenë selije e pushtetit lokal. Këtu janë luajtur disa filma. Po mbi të gjitha është koncert në vitin 36. Ka shërbyer për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore, si të shfaqjeve të ndryshme artistike, por dhe të kinemas. Myfit Bej Libohova, diplomati i njohur i perandorisë osmane dhe krijuesi i diplomacisë shqiptare, ishte teknicien që kontribuoi në ngritjen e bankës dhe monedhës kombëtare. Me emrin e tij janë të lidhura shumë aktivitete politike të para luftës së dytë botërore.